Një orë para se të flini, pini një gotë nga kjo dhe do flini si qingj. Një orë përpara se të shkoni në gjumë, përzjeni banane me kanellë, e pini çdo mbrëmje, ja se çdo të ndodh. Do të kënaqeni me shijen e shkëlqyer më të mirë dhe gjithashtu për cilësitë që ofron kjo pije. Gjumi i mirë është thelbësor për funksionet e duhura të gjithë trupit, si dhe mirëqenien e shëndetit tonë të përgjithshëm. Nëse vuani nga mungesa e gjumit, kjo është një shenjë mundësive për hipertension, depresion, sëmundje ose molisje dhe energji të pakta. Modelet e parregullta të gjumit dhe pagjumësisë mund të çojnë pasoja të rënda për shëndetin. Për të realizuar këtë recetë keni nevojë për një banane, pak kanellë dhe një tenxhere të vogël me ujë. Pasi siguroni përbërësi, filloni me përgatitjen e saj. Hiqni skajet e bananes dhe i vendosni në ujë. E lini në ujë derisa të vlojë për 10 minuta. Pastaj nëpërmjet kullueses hidheni në një gotë të madhe. Së fundmi shtoni kanellë. Konsumojeni këtë pije të shijshme një orë përpara se të shkoni në gjumë.